Nga fshati Kamiani Tetovës, ati ku edhe jam rritur. Pikërisht, do flasim për Ferik Musli nga fshati Kamiani Tetovës, që ka ndërtuar rrugëtimin e tij në artin e akullores artizanale, përmes përvojës në Maqedoni, Sloveni dhe Itali. Sot, në Zyrich të Zvicrës, ajo është pjesë e artistëve të akullores, duke krijuar produkte pa ngjyra artificiale dhe pa konservues, vetëm me përbërës natyral. E ani të shohim brenda. Që në moshën e re kam filluar të punoj dhe jeta më ka mësuar shumë herët përgjegjësinë, sidomos pas humbjes së babait tim që në moshën 17 vjeçare. Pas shkollës u detyrova të largohem nga vendlindja për një jetë më të mirë. Fillimisht shkova në Sloveni, ndërsa më pas në Itali. Nga Kamiani në Zyrich të Zvicrës, akullore më të mirë më besoni nuk keni provuar kur. Për mua akullora nuk është thjesht një produkt, por një kombinim mes teknikës, përvojës dhe emocionit që klienti ndjen kur e provon. Gjithmonë kam besuar që akulloria artizanale duhet të jetë sa më e pastër, sa më naturale dhe sa më afër shijes reale. Për çka është më e veçanta që mund ta gjeni në Giro d'Italia, akullore gjysmë ngrire krijuar artizanalisht me teksturë kremoze, shije autentike dhe përbërës natyral të certifikuar. Çdo kombinim është një eksperiencë në vete, freskët unike dhe plot pasion. Shije të cilën nuk e keni provuar kur më parë. Primo bacio me lejthi, edhe çokoladë, edhe pistachio me çokoladë bakë. Tjetrën e kemi me karamel edhe salcë të kikirikive, pastaj kemi cheesecake me passion fruit. Nga Kamiani, direkt në Zyrich të Zvicrës, freski dhe pasion italian. Ju presi për të vazhduar këtë garë të shijes, ku çdo ditë është një fitore e ëmbël.